Sa të sigurta janë plazhet shqiptare. Vetëm gjatë muajit qershor, 3 të rinj humbën jetën në plazhin e Shëngjinit dhe Durrësit. Pak ditë më vonë në Dy Korrik, një 29 vjeçare u mbyt në Portonovo të Vlorës. Pas çdo tragjedie, rikthehet e njëjta pyetje: apo bëhet mjaftueshëm për siguri në plazh? Ligji kërkon një vrojtues të certifikuar për çdo 80 metra vijë bregdetare, por në plazhet publike kullat e vrojtimit janë bosh, ndërsa në Vlorë tabelat paralajmërojnë vetëpushuesit se plazhi nuk ka vrojtues. Shqipëria ka trajnuar rreth 2100 vrojtues plazhi, por vetëm 1012 janë të punësuar. Kjo do të thotë se rreth 1000 profesionistë të trajnuar nuk janë të renë, ndërsa shumë plazhe mbetën pa mbulim. Sipas Federatës së Vrojtuesve të Plazhit, problemet më të mëdha evidentohen në Velipoj, Durrës, Golem dhe në një pjesë të madhe të plazheve publike në jug të vendit, ndërsa si shembull suksesi shihet Spilleja, e cila është e pajisur me vrojtues plazhi gjatë gjithë kohës. Ndërkohë, Bashkia dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit japin interpretime të ndryshme për përgjegjësinë e punësimit të vrojtuesve, ndërsa në terren pushuesit mbetën pa mbrojtje. Por mungesa e vrojtuesve nuk është rreziku i vetëm. Edhe aksidentet me jet ski po shtohen nga viti në vit. Nga 2 aksidente në vitin 2023, u regjistruan 13 në 2025 me 3 viktima dhe 17 të plagosur. Edhe këtë sezon është shtuar një tjetër viktim. Edhe pse policia ka shtuar kontrollet, ka bllokuar qindra mjete ujore dhe ka vendosur gjoba deri në 500.000 lekë, shkeljet vazhdojnë. Kur mungojnë vrojtuesit dhe rregullat nuk zbatohen, siguria në plazh mbetet çështje fati dhe jo garancie.